Prokuria e posaçme SPAK ka vendosur të mos lejojë pjesëmarrjen fizike të Kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të planifikuar për diskutimin e buxhetit 2026. Prokurori i çështjes Dado nuk ka dhënë përgjigje për mundësinë e një komunikimi online, duke argumentuar se kodi i procedurës penale nuk i jep kompetencë për të autorizuar takime virtuale për të burgosurit. Sipas ligjit, prokurori vendos vetëm për leje speciale ose takime të veçanta që lidhen me paraburgimin. Kërkesa për pjesëmarrjen e Veliajt u firmos nga 22 anëtar të Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste, të cilët argumentuan se prania e Kryebashkiakut është një e drejtë funksionale garantuar me ligj, e nevojshme për prezantimin e drafteve, buxhetin vjetor dhe raportimet për administratën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Ky zhvillim vjen pas vendimit të 3 nëntorit të gjykatës kushtetuese, e cila rozoi vendimin e qeverisë për shkarkimin e Veliajt dhe dekretin e presidentit për shpalljen e zgjedhjeve, duke lënë në detyrë si Kryebashkiak. Veliaj ndodhet në paraburgim që prej muajit shkurt dhe dosja në ngarkim të tij po shqyrtohet në seancë paraprake. Ai akuzohet për pastrim parash, mosdeklarim të pasurisë, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në Qili. Vendimi i SPAK ka rëndësi të veçantë për procedurën e Këshillit Bashkiak dhe vijimin e punës administrative në Tiranë.